vitet e gjata dhe me të njëjtën kohë ka adhuru Zotin gjatë natës. Pra dhe njëherë, ka luftu armikun gjatë ditës me vite të gjata dhe ka ba ibadet e ka lutë Allahun xhalla xhelaluhu natën. Për çdo natë. Po kur thojmë ka lutë, nuk ka ba një dua 2 minuta, 3 minuta, si që bëjmë shumë prej nesh, por ka shpenzu orë të gjata gjatë natës duke ju lutur Allahun xhalla xhelaluhu. Edhe njerëzit atëherë e përdornin këtë si diçka shumë të madhe. Shikone se çka ka bërë ky person. Ka luftu gjatë ditës, ja lut Allahut me orë të gjata gjatë natës. Atëherë Allahu xhalla xhelaluhu do të më tregu ummetit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam se një pjesëtar i ummetit tan ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam mundet me arrit të gjithë ata 1000 muaj që i ka harxhu ky person i Beni Israilëve gjatë gjithë jetës së tij në një natë të vetë me ibadet. Pra, 1000 e sa muaj që ka shpenzuar duke luftuar gjatë ditës dhe duke ju lutur Allahu gjatë natës, mund të arrijnë ta bajnë atë besimtari musliman, pjesëtari i ummetit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në një natë të vetme. Në një natë të vetme në Lejletul Qadr. Prandaj dhe ka thënë Lejletul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më mirë se sa 1000 muaj. Dhe kur flasim për 1000 muaj, kemi të bëjmë me një jetë të njeriut. 1000 muaj i bjen diku aty te 82 vjet. Pra, që është një jetë e njeriut që jeton në këtë botë. Dhe një herë të nderuar, sikur një person të arrijë adhurimin tek Zoti me sinqeritet dhe ashtu siç duhet në këtë natë të madhe të Lejletul Qadr, atëherë ati personit i njehet sikur ka adhuru Allahun xhalla xhelaluhu, që është momentin që ka le e deri sa të bëhet 82 vjeç ose 83 vjeç. Shikoni se çfarë mirësie posedon i madhi Zot ndaj krijesës së tij. Këtu dhe njëherë shpallet përmes këtij fenomeni hyjnor, këtu shpallet dhe njëherë dëshira, dashnia që ka i madhi Zot ndaj krijesës së tij. Dënë që njeriu ta fali për një natë të vetme, t'ja fali të gjitha gabimet dhe ta përfshin në rahmetin e tij, në mëshirën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë një anë praktike se si ne ta shfrytëzojmë këtë natë të madhe, natën e Kadrit, duke thënë men qama Lejletul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai person i cili e shpenzon natën e Lejletul Qadr, natën e Kadrit, duke e adhuru Allahun në namaz dhe të njëjtën kohë duke pas iman, duke pas besim dhe duke pasur mendimin pozitiv se Zoti do ta shpërblej atë për namazin që ban, atëherë të gjitha gabimet do t'i fshihen atij personi. Kështu të hadithi. Pra, sikur ne gjitha këto net të cilat kemi gjatë muajit të Ramazanit, t'i shpenzojmë, t'i kalojmë duke adhuru Zotin, sikur të jetë edhe një pjesë e natës, ne do të kemi shpërblime dhe me dua mos inshallah do të arrijmë këtë natën e Kadrit. Vazhdon surja El-Qadr duke thënë: "Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr." Në këtë natë zbresin engjëjt dhe gjithashtu edhe ruh, shpirti. Dhe dietarët kanë thënë që shpirti këtu bëjnë fjalë për Hazreti Xhebrailin alayhis salam, për engjëllin, për melekun i cili i ka dhënë shpallje pejgamberëve, i ka dhënë shpalljen e Zotit, Kur'anin Hazreti Muhammedit alayhis salam, i ka dhënë Ungjillin Hazreti Isas, e ka urdhë revelatat pejgamberëve të Allahut xhalla xhelaluhu. Pra ne thot që në këtë natë engjëjt zbresin dhe shpirti, njerëzimi përfiton prej saj. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, ne
e shikojmë në Kur'anin famlar sa rëndësishme është fjala paqe, ku Allahu thot: "Wassalamu alayhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya." Do të ketë paqe mbi Hazreti Yahyan, ditën kur ka le, ditën kur vdes dhe ditën kur do të rinjallet edhe herë para Allahut. Hazreti Isa alayhi salam, wa salamun alayhi yawma wulida. Kurse Hazreti Isa i tha: "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya." Dhe gjithashtu paqja e Zotit qoftë mbi mua, ditën kur linda, ditën kur do të vdes dhe ditën kur do të rinjallem edhe një herë. Ne në namaz, fjalën e fundit të cilën e thojmë është "Assalamu alaykum" në krahun e djathtë, gjithashtu të njëjtën fjalë në krahun e majt. Dhe kur mbarojmë namazin, e thojmë "Allahumma anta as-salam wa minka as-salam." O Zot, ju jeni paqja, dhe thënë ti je paqësori, dhe paqja vjen nga te, paqja vjen nga ti. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, në jetën tonë të përditshme me njerëz të familjes, në jetën tonë përditshme me akrabat, me ato që i kemi gjam, me farefisin, me njerëz me të cilët punojmë, me kujshit, me njerëz të lartë, me çdo njeri të cilin ne takojmë, ne jo vetëm se e kemi të pëlqyeshme që të jemi paqësor, por e kemi të detyrueshme me fenë tonë paqen. Paqja nuk është opsion, paqja në fenë tonë është obligim. Ndrysh nga ata të cilët i japin një imazh të keq fesë tonë islame, duke konsideruar musliman dhe islamin se fe e dhunës, ose si njerëz të cilët janë barbar. Absolutisht nuk është e vërtetë. Pra boshni jon, i cili është Kurani dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, flasin vetëm për paqen. Po, ka luftë, lufta është në mbrojtje, ka lufta është kur mbrohet dinjiteti njerëzor, kur mbrohet pasuria e një kombit, kur mbrohet familja dhe gjaku i një kombit, për vetë mbrojtje, po si ka luftë, se ne nuk e lajmë armikun që me pushtu komunitetin, me pushtu shtetin dhe me dërë gjakun dhe mundin tonë, por ne jemi të paqes. Ne